إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore ja përcjellim të dashurin ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, ajo që duhet ditur bindshëm është se ndershmëria dhe dëlirësia për njeriu nuk janë vetëm me një afat të caktuar të cilët gjenden me to dhe pastaj mbarojnë, por ajo është rruga e jetësisë së tij e vazhdueshme të cilën jeton me to për jetë dhe I përforcon Allahu xhelle xhelaluhu ata të cilët janë të sinqertë dhe janë ata të cilët janë në besnikëri me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se I pesti atyre të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij, tha është ai burr I cili e fton një grua me pozitë të lartë dhe e bukur, e ai pastaj I thot inni akhafullaha rabbel alamin. Un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu, Zotin e botrave. O vëllezër, cekom në hutben e kaluar për një njeri, për një djalosh të këtij ummeti I cili I shëmbëllej profetit të shquar Jusufit alayhi salam. Sot me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu tregojmë një ngjarje, një tregim I cili pat ndodhur jo më pak pra në vlerë edhe e çuditshme se sa djaloshi I cili përngjasoi Jusufit alayhi salam. E kjo ishte ngjarja dhe tregimi I tabiijut të ndershëm, Kadia I Mekkës, gjykatësi I Mekkës, I cili quhej Ubejd ibn Umair, I cili pat ndodhur me të një sprovë e madhe që e ceku Ibn Qayyimi rahimahullah, dhe tha se ishte një grua e bukur shumë që mahnitte me bukurinë e saj. Derisa një ditë tha ajo kur shiqon në pasqyre vetveten e saj dhe fytyrën e saj, aq e bukur që ishte, tha I drejtohet burrit të saj duke I thonë: çka ta merr mendja nëse dikush do ta shiqonte këtë fytyrë, a nuk do të ma gjepsej, a nuk do të tundisej edhe të binte në sprov për shkak bukurisë të cilën I kishte falur Allahu xhelle xhelaluhu të fytyrës së saj. Çka mendon, tha, dika nëse ma shikon këtë fytyrë, a do të mund përmbahej dhe a do të kishte dikush që nuk do ta joshna me këtë fytyrë? U përgjigj burri I saj, o vëllezër, duke I thonë: mendoj se të gjithë ndoshta po, vetëm një njeri që është në Mekë, ati ndoshta s'u ban asnjë send. Tha është Ubejd ibn Umair. Atëherë gruaja e tij u drejtua burrit të saj duke I thonë: a më jep leje që unë shkoj të I bëj fitnë ati, që ta joshi ato, e ta mashtroj ato.
e merr lejen nga burri i saj, o vëllezër, shkon në metodën dhe në formën kinse dëshiron që të merr fetva, të interesohet për fe. Te kadia gjykatësi i Mekkes, Ubejd ibn Umair, rahimahullah, i cili ishte nga tabiinët e ndershëm. E kjo ishte shtresa që dikush ndoshta pyet se si ishin çështja tabiinëve, pse tabiinët të jenë kaq të fortë dhe kush ishin ato burrë. Këto ishin që kishin një besnikëri të madhe në zemrat e tyre me Allahun, edhe ato ishin që mbanin dëlirësinë e tyre dhe frikën e tyre fshehtësi me Allahun xhel xhelaluhu. O vëllezër, kur shkon kjo grua dhe mendoi se mund ta mashtron Ubejd ibn Umairin me atë bukuri të madhe të cilën e kishte ajo në fytyrë, e pastaj kur del në qabe tha, u skenua me një qës dhe i tha se unë kam nevojë që të më shpjegojsh diçka. Dhe kur u ndal ky burri madh, tha ajo zbuloi fytyrën e saj që e kishte si një copë të hënës të bukur. E kur e pa ky burr tha, o robresha e Allahut, ja emet Allahi istatiri, o robresha e Allahut, mbuloju edhe mbuloje vetveten tënde. Tha jo, unë kam ra në dashuri me ty dhe nuk ka qare vetëm se me ndihmuar me ma hek këtë nevojë të cilën kam për ty. A e dini se çka u përgjigj, o vëllezër, Ubejd ibn Umairi rahimahullah? Tha po, unë të përgjigjem në nevojën të cilën ti kërkon, nëse më përgjigjesh disa pyetje të cilët kam dëshirë të të i parashtroj. Tha pyet çka të duash se jam gjendje me të përgjigj. Vetëm të kryj nevojën. E paramendova, vëllezër, pyetjen e parë, a e dini se çka e pyeti Ubejd ibn Umair rahimahullah? Tha çka mendon o robresha e Allahut? Ti me këtë bukuri të madhe të cilën ta ka dhuruar Allahu xhel xhelaluhu dhe fton për në imoralitet, edhe mendon që me bë fit në njerëzve dhe me josh, me i fut në mëkat, tha unë do t'u kisha përgjigj në nevojën të cilën ti më thirr. Tha po çka mendon nëse me laçja vdekjes të vjen në moment për të ta marrë shpirtin ty? Tha a do të kishe pas dëshirë dhe a do të lumturonte ty që unë ta kryej atë nevojë me ty? Tha jo, vallahi, asnjëherë o imam. S'ka shans atëherë që unë ta di se me laçja vdekjes vjen me ma marr shpirtin atë moment. Që ti ke vendosur të bësh immoralitet në atë kohë që shkon në haram, mendoje dhe logjikoje, nëse me laçja vdekjes në atë moment të vjen me ta marr shpirtin, a do të ishe ai që a do të gëzonte që ti ta bësh atë vepër të fllihur e të keqe të tillë? Pastaj tha e thotë vërtetën, pyetja e dytë. Tha çka mendon ai motër nëse do të futesh në varrin tan e do të ulesh të të marrin me laçet në pyetje për të pyetur ty? Tha do të gëzonte që ti ta bësh këtë vepër me mu? Tha jo, vallahi, ma asnjëherë. Tha është patjetër se është e vërtetë. Pyetja e tretë, o vëllezër, tha e çka mendon atëherë në momentin kur të shpërndahen librat e Allahut xhel xhelalu, fletushkët e secilit njeri që i ka të shënuara veprat? Tha dhe ti se din a do të bjen të djathtën tënde, anë të majtën tënde. Ti e ki këtë derdh, a do të gëzonte që ta bëjmë këtë vepër me ty? Tha jo, imam, asnjëherë, asesi nuk më gëzon. E çka mendon, tha, ditën kur ti të jesh duke kaluar në urën e Siratit, që është shumë e vështirë ku pak njerëz aty shpëtojnë. Tha çka ta merr mendja, a do të gëzonte që unë të bëjmë këtë vepër me ty? E ti në urën e Siratit a gjena atë vështirësi e ki dertin tanë? Tha jo, asesi asnjëherë. E çka ta merr mendja? Tha gjithashtu që ti të jesh nga ata të cilët nëse do të vinte tash peshorja Allahut xhel xhelaluhu, të i peshon veprat e tua, e ti nuk e din a do të randojnë, a do të lehtësohet peshorja yte. Se din se nga cila pjesë, nëse të lehtësohet peshorja jema ata të humburit, kujt i rëndohet peshorja, tha Allahu xhel xhelaluhu, janë të fituarit. E tha çka ta merr mendja yte, a do të gëzonte ty, a do të lumturonte që ta bëjmë atë vepër? Tha nëse ti do të ishe tash dhe bihesh para Allahut, të i peshojnë veprat e tua, çka ta merr mendja? Tha jo, vallahi, o imam, asesi asnjëherë. Tha atëherë, o robresha e Allahut, ki frik Allahun xhelle xhelaluhu, atë Zot i cili ta paska dhënë këtë begati të madhe,
e të paska nderuar me bukuri të madhe, a ju sual mirë me ty, ta dhuroj këtë bukuri. Pse mos ta ruajsh këtë bukuri? E ki çmimin e lartë që të ka dhuruar Allahu xhele xhelalu. Pse ta hidhrosh Allahun xhele xhelalu? Ruaje këtë bukuri që mendon se i është të gjithë njerëzit atë vlerë dhe atë çmim. Një motër që e ka dhuruar Allahu xhele xhelalu shkon pastaj me secilin qyrraf atje që të qyrrafet me të, kurse ajo ka pozitën e lartë që ja ka dhënë Allahu xhele xhelaluhu. Të jesh e dëlir edhe e ndershme në pozitën më të lartë, për shkak se Allahu është sjell mirë me ty, ta ka dhuruar këtë bukuri. A dini se çka bëri kjo vëllezër? Kjo filloi të tronditët e të qanë nga trishtimi i madh që ja dha këto këshilla tabiiu i ndershëm Umeir ibn Ubejd ibn Umeir, i cili pastaj e bëri dhe këshillën e saj që ajo të kthehet në shtëpinë e saj duke qajtur edhe duke vajtuar. Kur e priti burri i saj, tha: "Çka ndodhi me ty?" Tha: "Leje se isham e kot, ti e i kot dhe na të gjithë të kot jemi. Kot jemi munduar të bëjmë mëkat. E ta futim në mëkat e ta mendojmë se mund ta mashtrojmë." Tha: "Atëherë ju përkushtrua kjo grua namazit, ju përkushtua ibadetit dhe agjerimit." Derisa vëllezër, pra ky burr nuk e mbrojti veten e vet vetëm, por dhe ke shkak që e këshilloi dhe anë të cila dashti që të bjen në mëkat, që mendoj se do ta mashtron Ubejd ibn Umeirin, por ai e këshilloi, shpëtoi veten dhe ato e thirrin rrugën e Allahut xhele xhelalu, derisa a e dini çka tha burri i saj? Pastaj tha: "Mali wali Ubejd ibn Umeir afsada alayya imrati." Po ç'pata unë me Ubejd ibn Umeirin? Pse dashta ta sprovoj ato? Ma prishi gruan time. Tha: "Ishte për çdo natë si një nuse që vinte natën." Tha: "Kurse tash e shoh vetëm si një murgesh që vetëm ibadet bën. Ka frikë ditën kur do dal para Allahut xhele xhelaluhu." E kjo është vëllezër që na të kemi kujdesin që të ruajmë dëlirësinë tonë dhe të jemi të sinqertë me krijuesin tonë, e që Allahu xhele xhelalu të na bën shkak që na të mbrohemi e të mbrojmë dhe dikan dhe të këshillojmë dhe dikan për në rrugën e drejtë në përsërti. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba. Të nderuar vëllezër, mësimin më madhështor të cilën na jep ky tregim është se dëlirësia dhe ndeshmëria nuk është që vetëm ti të pengohesh nga haramit i vet, por dhe ta tharrasish edhe atë i cili të fton në atë mëkat që ta tharrasish në hajër dhe në shpëtim dhe në mirësi. E që t'ja tregojsh ti se çka të pengon ty për mos meron haram. Mos mendon dikush se ky që është dhe ky nuk është njeri, por ka diçka që ty të pengon që mos të bish në haram. Edhe se padyshim se mësimi më madhështor nga kjo tregim vëllezër e marrmi se sado që të jetë zjarri i epshit dhe i dëshirës tënde i dhezur, nëse ti kujton vdekjen edhe ditën e ahiretit, ajo e fik zjarrin e epshit të mrind. Sado që ti jetë epshi i ndezur, nëse kujton ditën e vdekjes, nëse kujton se një ditë do të dalësh para Allahut xhel xhelalu, do të llogaritesh, do të vendoset vepra ite peshore, e nëse mendon se një ditë mund me vdek dhe në atë vepër, atëherë padyshim se ta shuk zjarrin e epshit tan. Për atë vëllezër, sa njerëz pat të cilët ranë në këtë mëkat vetëm se e harruan vdekjen e tyre. Dhe sa të tjerë pat që shpëtuan vetëm se e kujtuan ditën e vdekjes së tyre. Të jemi nga ata të cilët i ja bëjmë këto pyetje vetvetes tonë para se të bim në këtë mëkat, apo para se të në afrohet një mëkat i tillë. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që çdo të ri dhe çdo të re tonë, çdo musliman dhe muslimane ta mbron nga ky mëkat, të na shpëton nga kjo fllishësi dhe të na bën Allahu xhel xhelaluhu nga ata njerëzit të cilët janë me dëlirësi edhe janë të pastër dhe me ndershmëri. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.